Pse një grua nuk mund të bëhet pap? Gjithmonë kemi parë që papa nuk ka qenë kur një grua dhe a e keni pyetur veten ndonjëherë pse? Në këtë video do të tregojmë arsyet që mund të mos i keni ditur se pse papa duhet të jetë gjithmonë një burr. Vetëm burrat mund të bëhen priftrinj në Kishën Katolike dhe duke qenë që pap mund të zgjidhet vetëm një kardinal, automatikisht është një burr. Bibla nuk e ndalon një pap femër, por ky rol është bazuar tradicionalisht në modelet mashkullore që në fillimet e krishterimit. Kisha bazohet në një traditë apostolike. Jezusi zgjodhi vetëm burra si apostuj dhe kjo u zgjodh si një model për t'u ndjekur. Në vitin 1994, Papa deklaroi se Kisha nuk do të ketë fuqinë për të caktuar shugërimin priftëror për gratë. Kjo deklaratë është detyrimisht e zbatueshme dhe sot. Gratë në Kishë kanë role themelore, por asnjëherë të natyrës sakramentale. Ato mund të bëhen shenjtore, teologe, murgesha, por jo priftrinj. Edhe pse papa femër momentalisht nuk mund të realizohet, është një temë e hapur diskutimi që po shqyrtohet për në vazhdimsi.